Gjithmonë ja ushqeva dhe fëmijëve të mi që ishin të vegjël që një ditë do kthehemi në vendin tonë, aty ku jemi rritur. Jetova 15 vjet në Selanik, unë kam ikur 91 në Mars, pa ditur gjuhë, greqishte nuk e dija fare, dija vetëm gjuhën time që më kishte mësuar gjyshja gjuhën vllake, me ato u merja pak vesh me grekët, por kam pasur shumë vështirësi. Por fati im I mirë ishte që unë gjithmonë në mendjen time e kisha që një ditë do kthehem në vendin tim dhe atë bëra. Kthym nga Greqia, jetuam në Durrës. Hapa një dyqan me rroba, butik, për shumë vite dhe ajo. Eci shumë mirë, pastaj ishte dëshira për tu kthyer në Voskopoj, për të bërë diçka për Voskopojën. E shikoja këtë ndërtesën që ishte e mbyllur dhe thoja motrës, po sikur ta marr unë këtë të bëj diçka për Voskopojën. Më thoshte gjithmonë që çfarë do bësh? I thosha do bëj artizanatet sepse ne e kishim atë dëshirën, që kur isha e vogël unë punoja. Duhet të bëja një kërkesë te Bashkia e Korçës për këtë ndërtesë, ma aprovuan, normale u gëzova sepse e dëshiroja. Jo, ishte dëshira ime dhe unë me të vërtet me familjen time ja arritëm qëllimin. Ka ndryshuar shumë për mirë. Çdo gjë duket në rregull, ka marrë drejtimin e vet. Kush do të punoj, punon, sakrifikon, pa punë nuk arrihet asgjë. Dhe atje jashtë nuk besoj se e kam kaq të lehtë. Mendoj se në vendin tonë është gjërat akoma më të lehtë se jemi këtu në vendin tonë, flasim gjuhën tonë në fundje. Mama ime është shumë njeri energjik. Nuk thot kur u lodha. Është një njeri që e do punën dhe ajo thot gjithmonë njerëzve që në qoftë se do kishim 2 jetë, një le ta bënim jashtë shtetit, një ta bënim në vendin tonë. Po meqense kemi një, le ta bëjmë këtu në vendin tonë.